Neve na ka mashtru kjo pjesa që ka milon baba fëmis. Imi rrit me këtë mendësi. Se ti nëse e bën fëmin me mendu prej i vogël, ka më talon baba shpin, ka më talon baba këto, ka më talon baba tokën, atëherë është një prej gabimeve, është një prej gabimeve që ai djalë nuk din më boj pavarur. Ai djalë nuk din me vlerësu punën që e bën. Edhe për atë mos mu lodhë dhe mi post të nga të gachme. Në fakt... Edhe tani për që ata vëvone dhe të mbira. Papa një shpit pak të nselen në fëmine vetë, apo pëtën. A më nështë ajnë një pak me pas një bazë, për shemë. Baza kryesore, shkollimi, edukimi, rritja në mënyrë të dur edhe rritja për të vlerësuar. Shka do me thonë puna si... Se dikujna që ja kalon të gachëm edhe ka ditë me rrit edhe me vazhdu biznesin familjar, si dikush që nështë ta munohet kom shok milionera prej babës. Ai nuk dit çka është me pas, ai nuk din çka është me punu një ditë. Jo, ajo është. Po veç nuk zgjo gjë. Duhet me folë realitetin. Ai met handicap i jetës. Unë një personat kondër prej te, me të drejtën, një personat që rrinë familje milionerë, që po do të më shumë të me shku unë e mora shembull një prej djembet milionera. Shko se në mendoj, është pak ma vështirë me pos pore shumë, dhe pasaj ti me ditë me mboj qatë poren. Zësa me pos një farë balanci pak ma të vogër dhe ti me ungrit. Me pos një bazë të vogër, thot njeri është shumë normale. Po kërë këti bazën milion që atëre... Që thëshin ma e rënkate një pore, kur t'i bëj... Të posë nëse ditën, kështu që dikush është një përqato janë edhe shtresa... Ka qenë një muhabet ma herë që e bëjshem shpesh në përshëshni. Kur t'i bëj 1 milion euro, cili gisht lyp mu që me punu, tha e këpus. Po vetë bojt ato miliona besëm që ka shumë punë. Po, nuk është të se nuk din vetë. Edhe sakrificat e babës edhe familjes, edhe ata kanë hik diçka për me orë deri të ajo... Për atë arsye po thëmë, do të më rritë fëmija, mu eduku, me ditë se qka është me jekë edhe qka është me fitu punën me ndjerës edhe qka me sakrifiku për me pas një jetë pak më mirë. Na krejtë sot punojnë për me pas një jetë standarde, jo jetë ekstreme. A mendoni që e kina bo shumë prioritete, që esim plan të parë punën, për shembull, ka njerë harojna nështë edhe me umar me vetën, ose harojna edhe me kalu ko me familjen, ose me dalë për qef. A mendoni që në qitë kohë që po jetojnë atash, jena të i dhonë shumë ma shumë rëndësi punës, se sa shëndetit tonë me ndorë, për shembull. Ose krejt planin, krejt mënyrën e jetesës, e bojna në bazë orarit. Puna është diqka bazike dhe që na duhet s'ki ndoshta që ik, veç menoj që edhe tash njerëz po kalurin edhe shumë ko me pushime, sani sidomos për se u bo dhe liberalizimi vizave, njerëz që kanë pasë probleme dhe vështirësi, tash po dalin edhe po lëvizin ma shumë, që është diqka që i ka hap njerëz edhe në matë ditun, edhe kanë ma shumë përparësi që nuk i kanë pas ma heret. Edhe besoj që po mundohen me ja kushtu punës, po aqë shumë sa po mundohen edhe me ja kushtu jetës së tyre private dhe jetës me kalu me familjen. Ama puna me ta bot... Po prapë se prapë që shkojë dinamika jetës,